për mua. Këtë vuri dje kishë më në olla, këtë dje në kakë. Po dhe Sirisa është adoleshente, me pikla. Të vura këtë film talëm, që ka jup nervat, moza, dje, Për ti këtë marrë një këshu, motër. qa? Do përfundojmë këtu, që të bëjmë? Po. S'kam që të bëj. Që më ndem, ndryshe? Luj menç. Ma do nikotinë në trupi, ma në gjes. Mirë më gjes. Po pëse donim dje për duke bërë shaka. Me Blerin duke bërë këto rolle tona. Ke parasysh si dy shoqe, si... Edhe vjen që nga hiqi. Jo, pse u preket i tha. Do më pse qano. Shpara një bised me Erionën edhe mu kujtun ca gjëra, mu ashtu. Ishte bised që... Ka bezi moza kur qanë. Se fillon, qa doni ju që qanë? Po, jo e një sekon, Tha, të andej, tha... Këto duhet merrni ne nga mosha 20 aty. Të drejtur, Andar. Antibiotik në ashtë Çfarë antibiotiku? Jo. Që janë? Baby, mos kemi muhabete. Na din, okej. 2 ditë. Edhe nga i Unë e ci... bërë gjëllëpër, me thënë drejtën. Po tash nga që jam Në këtu... disa trupa nuk duhet t'i ke bërë ti ato analizat gjëre, se në disa trupa nuk reagon mirë. Thonë, të aktivizon... Po, edhe që lizat kancerore, e vërtet. Unë kam në ofis. Ja, sepse para zonjusha jeton... Zonja, apo zonja e rëndë. Jeton jashtë dhe e ka shumë, këtu nuk është... Shumë e vërtet, Tu bëjmë shumë me HIV-me. Këto që, bravo. Bravo. Edhe nga i që mund të mbaroj dësha ta të deri në fund edhe pastaj. Edhe largohen. Edhe ta shumë, mu mërzita ishte një bisej që mu më preko. Po qa prekesh si ta për këto tha ti isha ajo tha që ishe gatshme me rrit dhe fëmijë tha handikapat tha. Kush e tha këta? E pa shumë, moza e da shumë pa. Ta shka ardhë koha. Edhe më thanë goca që ka kishte hap 2 herë këtë temë, e tha shiko, do t'i vit turp faktikisht. Sepse unë isha në një talk show aty edhe njeriu përgjigjet instinktivisht. Natyrisht edhe unë do kisha marrë konsultën e duhur, sepse unë dhimbje t'i krijoj njeriu të gjëja fundi që do ta bëja. Para nuk e si ti imponohesh askujt në mendimet e tjetrit. Këtë do thosha pra. Unë mendoj që ti ke mendimin tënd dhe respektoj i gabuar i mirë, absurd si do që tjetë, për shembull ti dhe një mendim që nuk do, me thënë në show, nuk parapëlqeje që të futej një grua e martuar, më kupton? Dhe unë e respektoj dhe atë gjën. Moj, është forma jote të menduarit. Ne këtë dhe mësojmë të bëjmë, të pranojmë mendimet tona. Ti nuk i bën keq askujt. Po pra, po kjo Mos e merë në konsiderat, më beso, dhe mos e diskuto. Se nuk të bën ty asi që. Se duket sikur do të pushësh një situatë tjetër nga një situatë. Jo, nuk do t'a push fare unë, po kjo situatë... I këtuaj ata atje, tek Agaj. Agaj, po atito që do tha. Po, atje e ke më mirë. Sepse ishte bërë kjo temë edhe kur unë s'kam qenë prezente. Tani gjërat të thuan dhe për të diskutuar, dhe kur si e ti prezente, se shpije, kamera ka, do merrem vesh. Njerëzit fillojnë dhe diskutojnë, pa dyshim, si që ndodhë dhe në jetën e jashtme, këtu të pakën ke kamera. Por, mos i merë edhe gjërat që i thua, mos i merë... Qa ishte? Është ai... Kush? Uj. Tha sa i insekti di. Kurse pjesa e pjesëmarrjes ishte marrë nga një bisedë që kam bërë me Tenin, ku unë kam thënë që nëse merret si
kartë si asë në mëngë që shiko, ti këtë bisedë, për shumë nuk e bëndot me mua, sepse unë jam e martuar dhe kam fëmi, atërë unë nuk do kështë marrë pjesë në kompeticion. Po edhe ashtu është për çdo femër. Ose i tregon ose po shkoj po laj ato. Sa kam unë këtu. Ajo nuk është. Ajo i jep më shumë pesh, duke thënë që shiko, unë kam burr, kam fëmijë. Doni ujë? Dhe është akoma më e rëndë. Doni ujë? Dhe ajo mund t'jetë edhe në favor, faleminderit. Ka gjë. Kështu që shikoj gjërat një çik në këmbvështrimin e përgjithshëm, ose shiko vetëm Unë mendoj që kjo fjalë edhe një femër beqare ti thotë nuk bëhet. Kjo nuk ajo fjalë që ka thënë ai, asnjë femër beqare nuk i thuhet. Po prandaj po them, ajo do ishte e rëndë për ne, jo më, kur ti e di që ke se njerëzit për këtë zihen jashtëmi. Njerëzit për këtë kanë ngrënë kokat, pse ke thënë dhe burrat njerë, meshkujt, a më kupton? Për një fjalë goje. Për një fjalë goje. Ato që i thash vetëm fjala gojës na ka ngelur. Ajo fjalë që ti e nxjerr, sidomos që jemi adultë dhe e dim shumë mirë se ç'a nxjerrim nga kjo gojë. Own it. Own it. Po tjetë ajo e fundit, zemra ime. Own it. Ajo. Gjithsesi, është shumë e rëndë. Unë pavarësisht... Dhe unë e di qa vlerësova. Unë nuk gjykoj njëri që merr pjesë, po unë nuk do kisha marrë pjesë. Si? Unë nuk gjykoj njëri. Po pra ti nuk do e kishe bërë me parimet e tua si grua, si femër. Fëmijë për mua është deri 10-12 fëmijë i vogël, domethënë, jo si 16 vjeç, 17 vjeç, ai fëmijë mund të jetojë edhe vetëm. Çështje për kujdesi, çështje edhe shkon në shkollë, dëgjon fjalë, bla bla. Se bën pra ti se bën. Unë se bëj, po. Ti se bën. Do të thënë, ky është, dhe prap unë them, unë respektoj mendimin tënd. Për mua, nuk është përgjigja që unë do t'jepja. Unë mendoj totalisht ndryshe. Kjo nuk të bën ty as mua, as të keqe, as të mirë. Thjesht ne jemi dy njerëz që mendojmë ndryshe. Kaq, është shumë e thjeshtë. Kur ajo di me mua, ajo thashëm, e përdori do e përdori në 100 sekondës, sigur wow. Tani, për hir të së vërtetës, unë mendoj që Moza është super personazh. Në fillim ka menduar se, domethënë, nuk dinte se ku ishte, po tani që e ka kuptuar që i ka ardhur feedbacku nga publiku, i ka ardhur feedbacku nga fansat, sepse po i vinë dhurata gjatë gjithë kohës. Ka marrë një lloj feedbacku edhe emocional në prime, me formën se sa i është dhënë vëmendje. Padyshim ajo tani ka filluar të luaj. Edhe personazhin e vet nuk është se ka vetëm në fokusin e vetes, se ka dhe në kundrejt lojës tani. Unë mendoj tani ka që para 2 prajmesh, mendoj që ajo ka kuptuar 100% konceptin e fermës. Se në fillim nuk e ka ditur, nuk dinte çfarë ishte prajmi, edhe nuk mendoj se ka luajtur.